Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes kudo që të ndodheni. Ju uroj një ditë të mbar, realizime të bukura edhe me shpirt të ngrohur. Pasioni për motorat është i hershëm për Edis Hotin. Të ecësh me mjetin me 2 goma. Është një adrenalin e veçantë sipas tij, përndryshe ai nuk do të kishte vijuar shumë kohë më parë e më pas për të bashkuar me të tjerë pasionantë dhe për të krijuar grupin e tij Shkodra Moto. Natyrisht një gjë e tillë kur bëhet me pasion ka bukurinë e ecjes, por edhe ndjesi të bukura gjatë promovimeve dhe aktiviteteve. Vetëm pas 3 ditësh Shkodra Moto do të organizojë një aktivitet të veçantë. Edisi është student i pikturës dhe për këtë ka shprehur edhe talentin e tij për të krijuar brandin e veshjeve, duke ftuar të gjithë pjesëmarrësit në një logo të tillë edhe në paraqitjen e tyre. Ai, Edis Hoti, është këtu në Mirëmëngjes Shkodër, i ftuari im sot. Mirëmëngjes Edis, mirë se erdha. Mirëmëngjes, Marit. Kënaqësi që të kam në studio. Më pëlqejnë të rinj që kanë pasione. Edhe për mu është shumë kënaqësi që jam këtu me ty për me prezantu eventin që do bëj me do 10 maj, edhe për aktivitetin që unë pasaj. Gjë shumë e bukur. Besoj se ndjen shumë përgjegjësi sepse të organizosh një event, një aktivitet, një veprimtari, edhe një fest është si thua përgjegjësi në të gjitha detajet, apo jo? Po tjetër, se për ne kryesora siguria tek ai event edhe kena shumë përgjegjësi mbi supe, apo kena nevojë për me kanë me kohën edhe me organizu sa më mirë këtë aktivitet, se në fund ditës dhe në dalë faqe bardhë të këta shivin. Ashtu dalësh gjithmonë, sepse ti je një djalë i ri dhe ke pasion këtë rrugtim me këtë mjet, apo jo? Po, çfarë është Moto Shkodra apo Shkodra Moto, nuk e di se si saktësisht është në të dy kohë. Shumë ka Moto Shkodra, por si logo mund ta shihni edhe Shkodra Moto, është po e njëjta gjë. Por si pasion ka fillu për mu disa vite më përpara, unë tash është viti jemi 5 që merrem me motora. Mund të jem shumë i ri për motora, por ka fillu me gjëra të vogla, motora krejt vegjël, kur për momentin kam një grup për 1 vitit që kam themelu vetë bashkë me disa shokë tjerë që shpreh me dëshirën për me kriju një grup krejt vogël me motora, edhe sa numërojmë për pothuajse 20 motorista në grup. Keni pa edhe më herët rrugtime të përbashkëta? Po atjera, ne bëjmë domethënë xhiro dhe turet gjata, relativisht gjata në për Shqipni apo në për Kosovë, Malzi, në vendet e rajonit e kena caktu si fillim, por së shpejti do të kena ture Itali, Francë, Gjermani. Sa dëshira të bukura dhe unë mendoj t'i keni të realizueshme. Në fakt, këto rrugtimet paraprake, çfarë ndjesi ju kanë dhënë dhe çfarë frymëzimi ju kanë dhënë që ta krijoni grupin dhe aktivitetin në një vizion tuaj? Për ne motori është liri. Për arsye se aty ti nuk nën asnjë gjë tjetër përveç se erës, zhurmave natyrës, zhurmës motorit që ti nën, edhe nuk ka se ty të shqetëson dikush tjetër, se nuk ka pothuajse si në makinë që ti ke me pas pasagjerë, njerëz, aty ti edhe motori. Edhe fjala kujdes, a është aty? Është shumë e rëndësishme. Kujdesi është shumë e rëndësishme motor për arsye se me thonë me fjallë thjeshta ai ta ka jetën, jeti përmite dhe vetëm 2 rrotat
të lidhin me tokën. Kështu që kujdesja shumë e rëndësishme, respektimi tabelave, i shpejtësisë apo Dhe në çfarë shpejtësie shkoni ju? Motorat ecin shumë shpejt, po ne mundona me respektu tabelat. Tu në për Shqipni nuk ka rrugë që mundesh për me gjerë 100% ose potencialin e motorit, por mundona që ne me ecë në moderume. Zakonisht ecë në rrugë të shtruara, fushora, apo keni edhe përthyrje relievesh? Kryesisht ne ecim rrugë të asfaltuara edhe të mira, por roster ose mvaret e eventi ose gjë aktiviteti që dëna me bëve mund dalim ndoshta jashtë rrugët, por kryesisht e kena me na rrugët. Dhe që më herët keni ba ture bashkë me miqtë tuaj, shokët tuaj. Mund të më thoni diçka mbreslënse që ka mbetur nga këto rrugëtima, që aty është ndezur një shkëndi pastaj për një frymëzim tjetër siç është ky aktivitet që të bani takshti. Patë ciku 2 aktivitete ose 2 ture, më thonë. Një ishte një tur që ne ishte i pari që ne bashim jashtë Shkodrës, që shkume deri në kraj. Është krejt afër si qytet. Edhe prek me pjesën e Ostrosit, krejt bregun e Liçanit. Po, atje rruga është asfaltuar, po është malore. Po, është shumë malore. Është sfiduese, apo jo? Është shumë malore edhe aty pa me për herë parë që edhe ne mu i kena me bë këtë turë se shifshim këtë të hujë që vishin nga Gjermania, nga vende tjera, dhe thame, pse ja ne në Shkodër me bë gjirët në ngjashme. Edhe kurse aktiviteti i dytë ishte kur qeme tek AMS Motors në Tiranë për para 2-3 javëve. Aty pa me saj ishte një në aktivitetet shumë bukra, me shumë motora, me gara, me muzikë, me gjëra shumë bukura. Thome, edhe ne së shpejti do organizojmë diçka të tillë. Diçka e mrekullueshme, natyrisht për pasionin që ju keni, por që gjithmonë aty është edhe një pasagjer tjetër që e ka emrin kujdes, no? Ana flas edhe unë si qytetare, si nanë në radhë parë, por duke shikuar problemin me të gjitha kahet e ti. Pasioni është diçka e bukur, ta ushqesh në mënyrë dhe në masën e duhur. Është kështu apo jo? E vim te ky aktivitet që ju do të organizoni pas 3 ditësh, ditën e shtunë. Është një ditë që të gjithë janë të qetë nga të gjitha dallgët e erave, me qenë se jemi në fushat, por atë ditë njerëzit janë të qetë. Do të rrezohen pak nga zhurma motorëve, po kjo besoj se nuk sjell ndonjë shqetësim. Jo, për këtë pjesë ne kemi lajmëru bashkinë dhe shumë institucione tjera, por policin patjetër, edhe aja ditë ka me kanë shumë e kujdesme me të në masat e sigurisë edhe kanë me respektu mënyrën më të mirë të mundshme e gjithë rregulloria. Për arsye se nëse do na me bë një aktivitet ose se kena dëshirën për të bërë diçka të bukur, nuk e ka për detyrë me pas probleme të tjerë. Kështu që unë i paralajmëroj gjithmonë motoristat që me rujt shpejtësinë, mos me bë këto manovrat në rrugë, e tjetër gjash për shumë për sigurinë tonë, me kënë veshën me kasko, me veshjen e motorit, dorca e tjerë të nga gjonat. Por shumë e rëndësishme është edhe respektimi i të tjerëve, se ne jena grup edhe mund të kena ndoshta prioritet, por edhe kam sort, bicikletat duhet që të respektojmë në mënyrë më dinjitoze. Që do të thotë kur të shkoni te semafori, gjithmonë kur e keni të lejuar. Vetëm kur e keni. Edhe nga ana tjetër në vijat e bardha në zonën urbane, kuptohet. Po ju vetë keni ndonjë organizim të brendshëm përveç se keni lajmëruar, do të keni një lloj po e them pjesëtari siguria. Po tjetër. Unë do marrem bashkë me pjesën e stafit që të ndalojmë edhe të kufizojmë grupin në mënyrë sa më të mirë të mundshme për arsye që
të lejojmë makinat, mos të krijojmë trafik edhe të organizojmë që mos të shpërndahen shumë motora, të jenë ta një linjë, pa bo shumë zhurma, me ba të qefin tonë, po më pëj prish punë qytetarëve. Shumë bukur. Sa është pjesëmarrja dhe nga vinë këto miqt e motorave, miqt e mjetit me 2 goma? Pjesëmarrja është pak si relative, për arsye se nuk dihet asnjëherë ç'a bëhet. A fillu me shumë pak motora, mund t'jenë rreth, nuk I dihet, rreth tek 50 motora, mund t'jenë ma shumë, ma pak. Po, rreth një shifër për afërt. Ajo është shifra jonë që... Dhe gjeografia ardhjes së këtyre motoristëve? Po, gjeografia është prej kryesisht kena Tiranën, por po tjetër që nuk do lajmë mas dort edhe Kosovën, Malin e Zi, kena Greqinë. Vërtet? Që do ketë motoristat në shumë, por inshallah nuk. Kemi ndonjë parametër për tipin e mjetit, tipin e firmës së motorit, ose ku e diun fuqinë e tyre, nuk jam as pak motoriste, unë jam vetëm me 2 rotat, me bicikletë. Shumë mirë janë ata. Dhe ne motorat do me synojmë kërësisht të motorat e mëndaj, që janë sportiv, apo touring, apo cruiser, këto modele. Por nuk kam lënë mas dorët edhe Vespat. Kam full një grup të vogël Vespas, që edhe vet jam vespist, tash 6 vite kam Vespën tëme që e moj për koleksiona, për qef, për pasion më shumë. Edhe tash do ketë Harley, do kena sportivat, do kena po tjetër motorat të touring, aventuren, tana kategoritë e motorave. Ky do t'jetë një tur, nuk do t'jetë garë, absolutisht ja. Kjo që do bëjmë ne, do jetë parad, më mja me thonë. Parad. Do jetë me një shpejtësi minimale të ecjet, me gjitha rregullat e saj, edhe sigurinë e saj, edhe do jetë një xhiro thjesht deri në drejt liçenit Shkodrës. Pra, në çfarë ore fillon dhe ku nis? Xhiroja do të nisin këtu tek teatri Mixheni, tek sheshi përpara teatrit Barcelona, aty organizohet edhe eventi. Do flasim më pas. Edhe fillon nga sheshi përpara teatrit në orën 4, do jemi gati që të nisim xhiron dhe do vijojmë drejt Shiroks, ku do bëjmë një analizë tek në qendër të Shiroks përballë liçenit. Takohena me motoristat e ri që kanë prej vendeve tjera, ja prezantojmë Shirokën Shkodrën, pastaj kthehena ne me motora, bëjmë një hymje në për Gjuadol, ku bëjmë një parod për ton persona që do jenë aty, kenë knatësinë në shofin, edhe pastaj nale në stacionona e herë përpara teatrit, ku atëherë fillon dhe festa. Dhe çfarë parashtron kjo festë? Kjo festë do jetë me muzik shumë të mirë, zgjaron rreth viteve 70-80-90, me kërësisht do synojmë pjesën rock, apo pjesën e summer vibe të muzikës për verën, se nga që edhe aktiviteti I parashtrohet verës, hapja sezoni, edhe pastaj do ketë disa surprizat vogla që ata I la për atë ditë, por edhe këngëtar që do të ketë surpriza. Keni shkruar atë në poster ftesë hapur, që do të thotë ftesë hapur për motoristët edhe për pjesëmarrësit në parti? Po tjetër, kryesisht kjo ka fillu vetëm për motoristët, ata të apasionuar mos motora, por e kam shkruar ftesë hapur për arsye se mas milon, mas dorët, ose të po përfshim edhe personat që thjesht nuk e kanë mundësinë për një motor, por e kanë pasionin apo dëshirën që me ardhë mi pa, me pyet për to, me nejt tek festa, me bë qef ata me ne. Shumë bukur. Prej sa kohësh, prej 6 vitesh ti nis motor? Po, ishte një motor I vogël, që kalove pas bicikletës në motor, ashtu siç
edhe mosha e vogël ta lejonte. Atë motor ke apo? E kam edhe atë motor, që ishte Vespa, por në fillim pasioni jem ka qenë shumë për ciklizmin, për biçikleta, dhe atëherë lidhte shumë mirë me motorat edhe fillova tek motorat. Motori par mora një Vespa vogël, pastaj mora dytin, tretin e me rau, tash numëroj 4 motora për momentin. 4 motora, po të gjithë i lëvron, po them, herë njërin, herë tjetrin, herë si pas destinacioneve, si i nisë të gjithë, dhe më thonë, në momentet saktuar. Unë për çdo ditë del me motor, nuk ka asnjë ditë që s'del. O me motor, ose ndonjëherë kur kam ndonjë mundësi me dal me biçikletë që kam ndonjë gjë shumë shpejt. Por kryesisht për çdo ditë del me motor, del me Vespën kur du me dal nëpër Shkodër, ose kur dëna me bën ndonjë tur ose ndonjë xhiro gjatë, marrët motorin ose sportivin ose atë me valigje që mund të bëjmë udhëtime gjata. Kështu do të thotë që të pas ka mbështetur shumë familja. Kryesisht, të shpjegoj dhe pjesën e motorave, unë kam punu fort për blek të motorat, në fakt. Se jam mundu me punu sa ma shumë, pa tjetër që në mesa familjes është shumë e rëndësishme, po kam punu shumë fort, nuk kam bo asnjë shpenzim tjetër, asnjë kur tham, për me u mundu me blej motorat. Ti student? Po. Ende në një punë të caktuar apo? Po nej, po, njëkohësisht punoj edhe si guid edhe kanotazhet në liçenin e Shkodrës, por ke ishte forma se si u mundova për me bë ardhënat për motora. Më pëlqen vërtet. Sepse në radhë të pare ke mbështet tek vetja dhe ke ushqy veten. Ta prift zoti Marsi që thonë, gja e bukur, bravo. Vetëm kujdes, pasagjeri numër 2 është kujdesi, ose i pari, apo ja? Ma mirë i pari, bile. Ma mirë i pari. Sa hypim, gjaja kryesore është kujdesi. Kena mjetet për kacet që duhen, për motorin, për veshja, skafanda, pjesa tjetër, është në kokën tonë. Të gjithë këto motoriste, jo vetëm të Shkodrës që ti nje, por edhe ata që do vinë, kanë ndonjë dokument gjithmonë po pyes pak kritike, që e vërteton që ata kanë një patent motori, që ata janë vërtet të njohur për përdorimin e motorëve. Po të shpjegoj dhe pjesën e patentës. Në momentin kur ti bën 18 vjeç, merr një patentë të kategorisë A2 që mund të nisësh deri një lloj fuqie motorike, por pastaj në moshën 21 vjeç, që jam dhe vetë, merr një kategori të tjetër patentës që ti lejohesh për me nisë çdo lloj motori. Edhe gjithë personat që do vinë, edhe personat që unë kam në grup, janë të pajisur me patenten për kacët motor. Është shumë e bukur një hap i parë, që synon edhe promovimin e natyrës sonë, por besoj se krijon një marrëdhënie të veçantë, apo jo? Tash për ne ishte shumë e rëndësishme nga që na ftoshin në për shumë evente të ndryshme, edhe ne shkoshim ata prezantoshin pulën e tyre, prezantoshin qytetin e tyre, edhe bukuritë e tyre të qyteteve ose në shtete tjetër që mund të ishim ne. Kurse ne nuk dukte vedja sikur pse të pas këtë Shkodër kaq të bukur, pse mos ta prezantojmë ne. Edhe atëherë vendosme që me bë këtë si aktivitet, apo kjo është një ndër arsyet kryesore. Ti tregojmë shumë personave tjerë se qa gjua doli, qa liçeni, qa Shkodra jonë e bukur, pse na lidh ky pasion për motorët, se për 70 km larg jemi midis Thethit, jemi midis Alpeve. Për 30 km jenë Velepoj, i hyp motorët atë i bën një xhiro krejt bukur, edhe shumë shpejt jenë vendet ndryshme. Pra promovimi i
qytetit, i natyrës, i resurseve të mrekullueshme të këtij kompleksi natyror që quhet Shkodër, është një arsye shumë e fortë që ju realizoni një event të tillë. Mirë, natyrisht për çdo gjë që ju e keni menduar në detaje, ka të bëjë edhe veshja. Ku e bashkon ti, studenti i pikturës, ku e bashkon piktoren Edis me motorin tek Edisi? Unë tash jam në përfundimet të Universitetit për Arte, e dega pikturë grafik, edhe përveç se dëshirës së pasionin për motora, gjithmonë çunat e grupit më thoshin mu që na duhet të vetë diçka që ta kenë atë veshën, të na identifikojnë për tjerëve. Kemi një foto, po? Të na identifikojnë për tjerëve. Atëherë unë vendosa që me bë disa gjaketa, disa hudi, disa bluza, varce, qilca, shkapele, tëna branding e Motoshkodrës, ku përfshiva një logo krejt modestave që na përfaqëson mos mirë si logo, por vendos atje që ne me kënë diqë me na identifiku neve në rrugë. Si logo është krejt e krijuar prej me, e realizuar prej me, kam pasur në fakt si detyrë shkohet atë gjë, ku dava më së miri me atë logo. Po. Ke marrë pjesë edhe në një ekspozitë, një ekspozitë kolektive. Po, por si logo është 100% e krijuar prej metave krejt unike. Që do të thotë Shkodra Moto është një grup të pasionuarish pas motorëve dhe pas promovimit të natyrës. Është një grup që motivohet bukur në këtë drejtim, duke dhënë mesazhe të forta për pjesëmarrësit, për qytetarët apo për bukuritë e qytetit. Unë kam në fakt mesazhe për tonë për këtine që ti përmende. Në rrallë parë për pjesëmarrësit që të bëjnë kujdesin maksimal gjatë gjithë eventit, apo kryesisht gjatë xhiros, mos bëjnë budaveçe, le të thëjmë marrëzira si tipit, mos krijojnë zhurmat pakëndshme për njerëzit që kalojnë, mos bëjnë manovra lëvizje se rrezikojmë jetën e tjerëve, por njëkohësisht kam mesazhe për kamësorë për këto qitë. Bëjnë fije kujdes edhe ato kur shohin një grup shumë të madh të organizuar, të mos presin rrugën në mënyrë pa pritur, se për mi motor jemi mbi 2 rrota. Dhe të përdorin për shembull vijat e bardha, semaforin e këto që të presin rrugën, që ne jemi ndjeni se kur jemi me grup, je pak më i çorientuar, pak më pavarësisht se stafi duhet me kënë super strict, duhet që mos të lejoja si gjë. Por nërkohë kam mesazh për gjithë ata që kanë si pasion motorin, bashkohen apo marrin pjesë tek festa dhe tek aktivitetet që na pasojnë më tej. Ky është hapi i parë. Si e mendoni? Kja është pyetje të shumë si apo e kam mendu, apo se kam mendu, por që kam mendu vetë është që viti parë plot sfida, plot vështirësi për këtë aktivitet, pasi janë shumë probleme tjera, burokracina për krijimin e një festet apo eventit, por mendojmë që pa flas për sa të vjet, mas flas për 10 vite. Ja, natyrisht. Po flas për sa të vjet, mendojmë normal. Me një herë nuk kemi ashenësat në këtë rast. Edhe mendohet që sa të vjet kena një fest shumë të madhe në një vend tjetër. Qofshim me gëzime dhe me shëndet të plotë. Faleminderit. Atëherë ditën e shtunë, ora? Po, ditën e shtunë, ora 4 do bëhet, po patjetër ora 4 pas ditës do bëhet mbledhja me motora përpara teatrit Mexheni, që fillojmë xhiron drejt Shiroks, dhe në orën 6 do vazhdoj festa në ambientet e brendshme të Barës së Natës. Kalofshi sa më bukur. Faleminderit. Pasione që ushqehen me ndjesi të bukura,
dhe natyrisht gjithmonë brenda çdo parametri, por që sepse vërtet liria është ajër, por edhe liria ka ka rregullat e saj. Të falenderoj shumë Edis, shumë falenderoj, mbarësi, rrugtim të bukur, të mbar dhe gjithmonë pasioni të jetë një shkëndijë e bukur frymëzimi për aktivitete mbretëranëse. Shumë faleminderit. Faleminderit.